Në zonën e plazhit të vjetër prej disa muajsh tashmë kanë zbarkuar disa mjete të tonazhit të rënd, madje aty që prej muajit tetor të vitit të kaluar është vendosur edhe tabela informuese e cila tregon se në zonë do të realizohet një projekt, ai shëtitores lungomare, por këtë radhë në zonën e plazhit të vjetër. Gjithashtu, shenja të punimeve që pritet të nisin shumë shpejt i jep edhe mbërritja në teren e 2 kontenierëve që do të përdoren si gabina për rojet, që do të mbikëqyrin territorin apo për punojësit që do të realizojnë projektin. Por nga tetori dhe deri më tani, ajo se çfarë pritej të ndodhte, me sa duket, ishte një sinjal fals. Punimet për realizimin e shëtitores të re të Vlorës prej muajsh ende nuk kanë nisur. Mjetet e tonazhit të rënd vazhdojnë të qëndrojnë aty të fikura totalisht, pa punuar asnjë ditë të vetme. Kjo situatë ka e tillë për disa muaj, kur asnjë prej qytetarëve të Vlorës, por edhe vetë institucioneve lokale nuk kanë asnjë informacion se çfarë po ndodh dhe pse projekti nuk po nis nga puna. Po flasim këtu për një projekt madhor për Vlorën, i cili përfshin rehabilitimin e zonës nga porti tetar deri në territorin përpara Hotel Kral dhe kthimin e kësaj zone në një shëtitore të re bregdetare me standarde moderne. Por puna ende nuk ka nisur, pavarësisht se edhe tabela informuese bën me dije se punimet do të zgjasin 12 muaj. Qëllimisht, ndoshta në tabel nuk është shënuar nisja e punimeve, për shkak se projekti që prej nisjes së tij pritej të kishte vonesa, por ajo se çfarë nuk kuptohet është fakti se si ka mundësi që prej muajsh në zonë zbarkojnë aty automjete, thuajse krijohet kantieri i ndërtimit dhe këto automjete qëndrojnë të fikura pa punuar asnjë ditë të vetme. Jo vetëm kaq, por mjetet e tonazhit të rënd që qëndrojnë aty prej muajsh kanë zaptuar një pjesë të territorit, duke bllokuar dhe një prej rrugëve të kabinave të plazhit të vjetër, ku mund të hyjnë dhe të kalojnë automjetet. Ndërkohë që në Vlorë po priten qindra mijëra turistë që frekuentojnë këtë zonë, këto mjete nuk ofrojnë as pak një imazh cilësor për ta. Punimet me siguri nuk pritet të nisin edhe këtë sezon veror dhe nuk dihet nëse do të nisin ndonjëherë me të tilla ritme, por ajo se çfarë dihet është fakti që kjo situatë dëmton tepër qytetin. Për këtë arsye, qytetarët e Vlorës bëjnë thirrje për nisje të punimeve, ose në rast se këto punime nuk pritet të nisin, mjetet të largohen nga kantieri, hapësira të lirohet dhe plazhi të rikthehet pushuesve që do zgjedhin të kalojnë sezonin veror aty.